mjeket e onorit. Jam si ju, jam mosha e tretë, dhe u kuptoj fare mirë gjendjen shpirtërore të tuaj. Në këtë mosh ne duam pak ushqim dhe shumë gëzime. Dhe ne kemi marrë pjesë, kemi bërë shumë evente. Po ky event mua sot më rëngjeti më emocional. Ju përshëndes të gjithëve, zonja, zotëri, me gjithë statuset e fuqishme, baballar, nëna, gjyshe, motra, vëllezër. Është kënaqësi, domethënë që ta vësh në dispozicion shpirtin tënd për një kategori të caktuar ose si themi të një segment të caktuar që të gjithë njerëzit do ta kalojnë. Ta vësh shpirtin tënd në shërbim të kësaj moshe. Unë kam kënaqësi. Nuk është hera parë që bëj, domethënë që jam pjesë e këtyre gëzimeve të themi dhe është kënaqësi që të përfshihem dhe unë qoftë në ditë të zakonshme, por qoftë edhe në ditë festash. Të shkaktova shumë të zime